Për hir të së vërtetës, unë kam bërë lëvizje të mijat në aspektin e biznesit, por asnjëherë këto palaçolligje që shkruan, institucionet zyrtare janë aty, jemi përballur me këto fakte, i kanë parë të vërtetat si janë, ja ku jemi. Thjesht disa njerëz të mirë të përballen ndryshe dhe destabilizojnë me fjalë të ndryshme. Sot që jemi duke bërë këtë intervistë, në portale qarkullon një lajm ku thuhet që bastiset shtëpia e Gaspajës nga Spaku. Nuk ka asnjë të vërtetë. Siç nuk ka asnjë të vërtetë që më morën celularin. Ishte një shaka e imja për ta marrë me sportivitet, por dalin njerëz, për shembull, nuk më vjen çudi me një idiot që ka një celular atje dhe përhap. Më vjen as me ca gazetar palaço jo profesional që bëjnë lajme të paqëna. Por Klodiana Lala, që se njoh personalisht për shembull, më tigulloi shumë antiprofesionale dhe kam qeshur me të madhe kur e shikoja në televizion që thoshte Gaspaja si morën celularin. Jo, Klodi, jo, nuk ka asnjë të vërtetë këtu. Ke dalë ti keq me këto që bën. Mund ta kapja, mund t'i flisja, por sinqerisht nuk më interesojnë. Dua të kem familjen time mirë dhe t'i jap publikut tim që më do, t'i jap vepra sa më të mira. Këta palaçot as i llogaris në çdo lloj forme si ta kenë qefin, nuk i llogaris fare, po fare. Zero. Kështu që ua tregoj qefin mirë, si artistikisht, si ta të kenë qefin ata. Është mirë ata që kërkojnë të hanë bukë duke bërë gjëra mirë, pse? Sepse është e Karamuço emri i tij që ka dalë në ai e ka bërë. Karamuço pata një telefonat para se të vija këtu dhe po më pret që të shkojmë ta përgënjeshtrojmë pasi e ka thënë. Nuk e kam thënë unë, tha. Kjo nuk është e vërtet, kam thënë tjetër gjë. Kështu që sa të mbaroj këtu do vete kam një takim me Karamuçon për ta sqaruar këtë histori. Gasi, pra xhelozia sepse dolëm unë nuk kisha ndërmend ta prekja si them sepse ne këtu flasim vetëm për teatr. Unë ndaj erdha. Se do flisnim për teatr. Të falenderoj. Por e kam fjalën xhelozia, atë ndikon në mbarvajtjen time? Po, në jetën tënde artistike flasim. Po, monda ndikon me zemër sepse unë jam njeri emocional.